Beogradi zyrtari përcolli sot përfaqësuesit të Bashkimit Evropian për dialogun Peter Sorensen se formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe mbetet kushti kryesor për çdo hap të mëtejshëm në procesin e normalizimit të marrëdhënieve me Kosovën. Krye negociatori serb Petar Petković deklaroi se për formimin e asociacionit duhet një angazhim më të madh të bashkisë ndërkombëtare. Për çdo përparim të prekshëm në dialog është e domosdoshme të fillohet me bisedime mbi draftin e statutit të asociacionit, tha Petković duke theksuar se shëndetësia dhe arsimi janë shtyllat kryesore të mbijetesës së komunitetit serb në Kosovë. Me Sorensen u takua edhe ministri i jashtëm i Serbisë Marko Đurić, i cili tha se nevojitet një angazhim më të madh ndërkombëtar dhe respektimin e të drejtave të komunitetit serb. I dërguari special i Bashkimit Evropian erdhi në Beograd pas vizitës në Prishtinë. Aktualisht nuk ka njoftime për një takim të tij me presidentin e Serbisë. Herën e fundit Sorensen dhe presidenti serb Vučić u takuan në gusht të vitit 2025, kur Beogradi kishte theksuar rëndësinë e formimit të asociacionit për vazhdimin e dialogut. Ndërkohë sot në Beograd qëndroi edhe ministri për Evropën dhe punët e jashtme i Francës, Jean-Noël Barrot, i cili ka përmendur Kosovën. Duke folur për dialogun mes Beogradit dhe Prishtinës, ai tha se palët duhet të zbatojnë angazhimet që kanë nënshkruar me mbështetjen e përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian. Ndryshe, analist politik në Beograd vlerësojnë se përparimi real në dialog nuk është i mundur pas zbatimin e marrëveshjeve tashmë të arritura, duke theksuar se procesi ka hyrë në fazë stagnimi, pikërisht për shkak të mungesës së implementimit.